Ne nuk jemi komp kosovar, lindëm dhe vdesim shqiptar. Dy mesazhe të cilat nga autoritetet suedeze nuk u lejohen të futen brenda. Ne nuk jemi komp kosovar, lindim dhe vdesim shqiptar. Ky është mesazhi që u shfaq nga tifozët shqiptar në ndeshjen Suedi-Kosovë. Ne jemi një grup shok në vendbanim në këtë blok të Suedisë. Qëllimi jonë ka qenë që të mbillëm dhe të shpalosëm disa mesazhe dhe ngjyrat e kombit shqiptar KQZ. Cili ishte qëllimi dhe çfarë mesazhesh tjera nuk u lejuan nga autoritetet suedeze? Dëgjojmë bashkë organizatorët. Arsyeja kryesore e mesazhit, i cili ishte ne nuk jemi komp kosovar, lindim dhe vdesim shqiptar, ka lind si ide për mos me ra prej disa persona të caktuar, të cilët me dëmër do duan ta krijojnë kombin kosovar dhe përqarjen e shqiptarëve, ku ne të gjithë e dimë se ekziston vetëm një komb, edhe ai është kombi shqiptar. Njëra prej këtyre ishte koreografia e parë që kena pas apo të mesazhe që kena shpash në tribina. Pastaj e kena pas edhe një koreografi dytë që është një komb, një flamur. I kemi pasën edhe dy koreografi apo dy mesazhe të cilat nga autoritetet suedeze nuk u lejohen të futen brenda. Ne kërkuam me dëmës do të futemi brenda ato mesazhe. Njëri nga ato ishte liri për grupin e Kumanovës, të cilët autoritetet suedeze nuk e lejon të futen brenda. Dhe mesazhi tjetër që ne kishim me veti ishte Kosova Shqipëri në gjuhën angleze. Gjatë ditës qyteti i Göteborgut u mbulua me ngjyrat KQZ, ku vazhduam te vendakimi ku e kishim në qendër të Göteborgut. Aty smungoi kënga dhe festa jon deri pak para ndeshjes. Në orën 7 bëm marshimin drejt stadiumit të qytetit ku ishte një pamje fantastike.